Virtyti i pestë. Ai është e profeti në atë pozitë që ishte Harunit e Musai. Buhariu përcjell në Sahihun e tij me zinxhir transmetimi nga Saad ibn Abi Waqqas se ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka thënë Imam Aliut: A nuk ke dëshirë që t'jesh tek unë në atë pozitë që ishte Harunit e Musai? Muslimi e përcjell këtë hadith me zinxhir transmetimi nga Said ibn Musayyebi, i cili e ka transmetuar nga Amir ibn Saad ibn Abi Waqqas nga babai i tij, i cili ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha Imam Aliut: Ti je për mua në atë pozitë që ishte Harunit e Musai, me përjashtim se pas meje nuk ka më profet. Saidi shton: Unë dëshirova ta gëzoj Saadin me atë që dëgjova, e takova atë dhe i thash atë që më tha Amiri. Ai tha: Unë e kam dëgjuar. I thash: Tani e dëgjove edhe ti këtë hadith. Ai vendosi duart në dy veshët e tij dhe tha: Po. Këtë hadith e kanë transmetuar shumë sahabë, midis të cilëve dhe dietarët më të mëdhenj të hadithit, Buhariu dhe Muslimi, kanë rënë dakord për saktësinë dhe vërtetësinë e tyre. Nëse ata të dy kanë rënë dakord, nuk është më nevoja të radhisi mendimet e të tjerëve, pasi këta janë elita e shkencës së hadithit, prandaj që nuk është e nevojshme që të zgjatemi më shumë rreth këtij hadithi, do të mjaftohemi me thënien e dietarit të shquar Ibn Xhezeri, i cili thotë thënia që kanë rënë dakord të dy dietarët e mëdhenj të hadithit për vërtetësinë dhe saktësinë e tij, do thotë se bëhet fjalë për hadithin që vjen nga Saad ibn Abi Waqqas. Ebul Qasim ibn Asakir ka thënë: Këtë hadith e ka transmetuar një grup i madh sahabësh, disa prej tyre janë Omeri, Aliu, Ibn Abbasi, Abdullah ibn Xhaferi, Muadhi, Muawiya, Jabib ibn Abdillahu, Jabir ibn Samura, Ebu Saidi, Bara ibn Azibi, Zaid ibn Arqam, Zaid ibn Abu Aufa, Nebit ibn Sharit, Habeshi ibn Janade, Mahir ibn Huayrath, Anas ibn Malik, Abu Tufejli, Salama, Esma bint Umejs, Fatima bint Hamza. Më pas Ebul Qasimi ka përmendur të gjitha hadithet që vijnë nga këta sahab në librin e tij Tarikhu Dimashq. Më pas vërteton se nuk ka asnjë arsye për të formuar debat mbi zinxhirin e transmetuesve, pasi janë të gjithë të saktë. Pasi u sqarua vërtetësia e këtij hadithi, e them edhe një herë se Ali ibn Abu Talibi është zëvendës i profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Pasi ai ndroi jetë, sepse pozita e Aliut te profeti ishte si pozita e Harunit te Musai, dihet se njëra nga pozitat e Harunit ishte edhe pozita e udhëheqësisë, kështu që edhe Aliu është zëvendës i profetit Muhammed në udhëheqësi. Nëse dikush do thotë se prijesi besimtarve pasi profeti Musa ndroi jetë, ishte Jusha dhe jo Haruni, sepse ai ndroi jetë kur profeti Musa ishte gjallë, ne i themi se ka të drejtë me këtë pohim, por i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk thotë në këtë hadith se çdo të ngjaj me Aliun, por përcakton pozitën e tij. Me të vërtetë që Haruni ndroi jetë kur profeti Musa ishte akoma gjallë, por nëse ai do të jetonte edhe pas vdekjes së profetit Musa, ai do të ishte pasuesi dhe prijesi pas vdekjes së profetit Musa.